Fshatrat e Konispolit po kthehen gjithnjë më shumë në destinacione të preferuara për turistët e huaj. Prej fillimit të verës, këto zona rurale kanë nisur të mirëpresin vizitorë të shumtë, të cilët kërkojnë qetësinë, natyrën e paprekur dhe mikpritjen tradicionale të jugut. Afërsia me Sarandën dhe Ksamili ka ndikuar që fluksi turistëve të mos mbetet vetëm në Bregdet, por të shtrihet edhe në fshatrat e Bashkisë së Konispolit. Fakti që duke qenë dhe afër qyteteve të bregdetare siç është Saranda apo dhe Ksamili, njësia administrative e Sarandës, ndikon mbarvajtjen e turizmit dhe në bashkinë tonë, pasi në fluksin e sezonit veror, kryesisht gjatë muajit korrik dhe gusht, duke qenë se kapacitetet e Sarandës dhe Ksamilit nuk mjaftojnë për akomodimin e këtyre turistëve, do të shpesh që fshatrat përreth këtyre atraksioneve turistike siç përmenda, të vinë turistat dhe të akomodohen kryesisht në Mursi, mund të themi, në Xar, si dhe në Shëndëlli apo dhe në Vrin, në gjitha këto fshatra që ndodhen afër këtyre zona bregdetare. Gjithashtu dhe vetë në zonat tonë për arsye sepse ofrojmë një natyrë shumë të bukur, siç thash dhe më përpara, vinë dhe për të vizituar këto atraksionet që ofron bashkia jonë. Ky interes i shtuar ka sjellë ndryshime edhe në stilin e jetesës së banorëve lokal, të vetëdijshëm për potencialin turistik. Shumë prej tyre kanë nisur të përshtatin shtëpitë e tyre në njësi akomoduese. Një pjesë kanë investuar në rikonstruksionin e banesave tradicionale, ndërsa të tjerë kanë ngritur struktura të reja, duke u orientuar drejt turizmit familjar dhe atij rural. Kjo pritet të sjellë jo vetëm të ardhura për familjet, por edhe gjallërim të ekonomisë vendase. Duke parë këtë trend në rritje dhe duke parë, si të themi, banorin gjitonin, kjo është një shkak që çdo sezon apo çdo vit pasardhës, çdo kush të stimulohet dhe është i gatshëm për të ofruar shtëpinë e vet dhe për ta kthyer në një njësi akomoduese. Rritja e interesit për turizmi rural në Konispol shihet si një mundësi konkrete zhvillimi për këto zona, të cilat për shumë vite janë përballur me emigracionin dhe mungesë investimesh. Me mbështetjen e institucioneve dhe promovimin e duhur, këto fshatra kanë potencial të bëhen pjesë e itinerareve turistike të jugut të Shqipërisë, duke ofruar një përvojë ndryshe nga ajo tipike bregdetare.